kemi edhe një të ftuar tjetër në studio, këngëtare e re, e cila është pjesëmarrëse në festivalin e këngës, është Klea Dina. Dashur, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se jeni. Shiko, kjo bota shqiptare, pavarësisht bota shqiptare, komuniteteve që jetojnë në Kosovë, janë të bukura. Sigur kanë moshën, edhe ato që kanë moshën e Sevim Baki, po dhe këto vajzat të reja, Sa diçka, se që erdhi bukur, Florenti i bukur, Sevime e bukur, ti e bukur. Klea më bukur se kur, e qeshur si dikur, është edhe ne jemi të bukur, a? Ne jemi charmant. Valla, dhe bukuria e charmant. Nëse po ngacmoj unë. Klen po duam me liru pak, sepse është e re në moshë, më duket që ka pak emocione, po zëmë flasim shlirë kështu para mikrofonit. Sa vjeç je, Klea? 19 vjeç. Se me që e re, po guxoj me të pyet se ma vonë zban. 19, kogja emocion, normal, intervista, skena e festivalit, prova. Mos më thuj. Jo, se pas ka problem, sa mirë, bravo, super. Ma herët ku ke pas rast me interpretu? Më fol pak për veten tënde dhe të shpjegojmë pak për dëgjuesit. Kam qenë shumë vende. Jam këngëtare festivaleve, këndoj që nga mosha 4 vjeçare. Sa mirë. Kam qenë gjithka. Në Angli jam konë qëtash, në Itali, Çka patë në Angli? Kom pas konferencë, kom pas me këndu në 2 universitetet e Anglisë. Okej, live atë, sa të ska playback. Po, edhe në King's College, kom kalu shumë mirë, konë eksperiencë diçka tjetër, ma ndryshe. E në Itali? Në Itali jam konë kur e kom pas 12 vjetë, edhe jam shpërbly me çmimet 2 të para dhe një Grand Prix. Festival Italiana? Po. Okay. Tash edhe njerë, ju e studioni për muzikë? Po, kam jam të studiu shtash. E kom kryer shkollën fillore të muzikës, shkollën e mesme, të njëjtën me muzikë. Ta pas ka lehtësu si fëmijë që je fëmijë i festivaleve. Po. Edhe tash normal, është pak emocion kur del, po është ndryshe, ndjesh pak më. Akordet e Kosovës kanë patur edhe atë sesionin e fëmijëve. Kanë pasur sesionin e fëmijëve, cilët garonin për okarinën e arta në atë kohë, sepse e tham, për muzikën popullore, për muzikën argëtuese, për këto të komuniteteve, edhe në gjuhën popullore dhe argëtuese, por edhe për fëmijë. Shumë e lezetshme. Sa do donim që të festivalit të ketë një sesion kështu për fëmijët. Kush e punoi këngën tënde? Kënga është e Ones, është një këngë që flet për një dashuri që ka përfundu, po dhimbja hala mbetet, është një këngë shumë e bukur. Titulli i këngës? Ana dëgjon pak, Ana interpreton pak, po, se dua ta dëgjoj pak. Një strofë kështu, Një pjesë. Një pjesë. Këngë e lodhun rrug pa shkele, zemra re, po zën me u qel, të shat natës unë të kërkoj, me dhimbje du të haroj. Bravo, faleminderit. Kac, na lejot ma shumë. Nuk ke nevojë për prova. Kështu që prova do t'i kesh tash, zguxojmë edhe shumë e të marrit në bisedë, do t'i kesh tash në orën 14, me komplet orkestrën do t'jesh. Po, edhe aty do ta sheh veten se ku je. Klea ka përcjellur edicionin e parë dhe edicionin e dytë, sigurisht i ke parë edhe këngëtar të rinj. Jam konë pjesëmarrëse edicionit të parë. Edicionit e parë prandaj. Jam konë finaliste. Po. Tash për kthejmë vetë. Tash në edicionin e tretë dhe nuk e kishe problem kashi asaj orkestre kaq madhështore, për të performuar live, Jo, shumë bukur. Normalisht live këndoj gjithmonë. Live është më bukur, është tjetër emocion, e ndin këngën je brenda. Je brenda saj. Sa mirë që ti e ke provu festivalin, kësaj radhe çka po pret? Më kon edhe më bukur se herën e parë. Hera parë ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, që pse jo mos me përjetu përsëri. Dalim edhe njërë të kënga, teksti, kompozimi, aranzhmani, ju i keni bërë vetë gjitha, po ju ka ndihmuar kusht? Jo, është në emrin artistik Ana, është hera parë që bashkëpunoj, më ka pëlqyer shumë si këngë. Edhe? Do ta këndonin po. Okej. Mirë, ndjesje e mirë do të jetë që do të marrësh ti prapë prej këtij edicionit të festivalit. Më thuj pak bashkëpunime me këngëtarë të tjerë, se ti e re, po sa ke pas gjatë këtyre viteve? Kështu më kanë bo këngë plot, më kanë shkruar këngë. Me këndu kështu së që kam bo duhet me dy këngë se diçka. Na i këngë të pa dëgjuar që ti vetë e ke realizu ke, domethënë. Kam edhe 2-3 këngë.
A kemi ndonjë këngë pak më vonë Ili të Kleas ndoshta shikoj në listën. Edicionit të parë, po mund ta gjejmë. Po mund ta gjejmë dhe mund ta Klea Dina, kështu që mirë më qenë me sjell me kthy me dëgju pak për ata që kanë përcjellë edicionin e parë të festivalit. Të pëlqen festivali në përgjithësi me që ke qenë pjesë edhe edicionit e parë dhe tani edicionit të tretë, a? Gjatë jam marrë me festivale, kom qef për moshtë. Prezantimi mirë veç. Është një Klea nuk e pas ka problem me këndu live kështu. Po. Se ke problem jo. A ke provu veten me këto eventet tek ne të vogla që po organizohen, që po ka muzik live apo ende herët për ty? Jo, nuk kom qef shumë. E vogël kom këndu shumë edhe këto. Tash jem të këndu ma shumë jashtë vendit, po jem edhe në festival. Këto këndimet jashtë vendit, të ftesa janë ftesa këto për të kënduar jashtë për këto? Po. Ju njohin krimtarin juaj që ju bën ftesa për të qenë pjesë e këtyre festivaleve. Po, për shembull në Itali që pas ke qenë. Kom babin, si menaxher, ky merret me krejt këto sende. Ky gjen kontaktet. Unë s'kam lidhje për kush më thirrë sende, veç babi krejt. Ti e sjell brumin atje, ti këngën, performimin dhe kjo ka rëndësi. Edhe ti kishte njëri prej këngëtarëve që për herë të parë pjesë e festivalit dhe tha, unë tha menaxher e kam mamin tim. Ti pas ke babin, a? Po. Sa mirë që këta janë të striktë prindërit, janë të striktë në çortimet, më thoj, a? Ka që karrierë se fëmijëve të tyre. Klea, si e sheh veten e të ardhmen? Si këngëtarë të tjera që ne i kemi apo synon jashtë kufive? Nuk e di, nuk e shoh veten te asnjëna. Mendoj që mos më përfundo ka shpejt karrierën tani. Jo, se më vazhdu me këndime. Po nuk është që shoh veten te adin si stil te dikush tjetër për këngëtarëve këtu që i kemi. Po, vetëm ndeshta me edit prej teje nëse ti dëshiron me vazhdu me interpretimin, me sjell këngë të reja, si këngëtarët e tjera që ne i kemi, si jo me ngjasusi ato, se besoj që ngjasojnë njëra me tjetrën, secila ka stilin e vet. Po normalisht kam këngë plot edhe kam e këndu. Çfarë žanri të flen më tepër ty? Pak si jazz, pop, këngë të anglisht. Këto janë, po. Okej, mirë, s'po të vonoj ma shumë. Mirë. E dashur faleminderit shumë suksese në provën e parë që do ta kesh sot. Këto që janë këngëtarë të mirë, janë pak fjalë, po në skenë japin maksimumin, unë kujtoj. Të shohim se çfarë do të skenë. Dhe Klea nuk e pas ka problem këtë drejtim. Jam i bindur. Faleminderit. Faleminderit juve. Pjesë e mesditës këtu. Ishte Klea Dina, pjesë e mesditës të Fest 3